Vazhdimisht për një lloj tolerimi, e përmendi dhe profesori në studio, tolerimi nga ana e perëndimit ndaj presidentit Vučić, i cili duke i shfrytzuar hapësirat ka luajtur mjaft mirë në politikën e disa karrigeve. Me këtë zhvillim në Washington dhe ndoshta potencialisht mosvajtjen e tij në Moskë, a duket sikur hapësira e tij për të luajtur me dy karrige mes lindjes dhe perëndimit fillon dhe ngushtohet dhe ai duhet të marrë një vendim të formës së prerë se nga duhet të orientohet e ardhmja e afërt e Serbisë? Po, Serbia nuk e ka as fuqinë, as rejtingën, po as rolin që ka pas dikur Federata Jugoslave dhe s'ka as politikan të meqër të nivelit që kanë qenë liderët e Federatës Jugoslave. Mendoj që të njëjtit kanë tentuar që të vazhdojnë politikën duke luajtur mes lindjes dhe perëndimit si një amortizator mes këtyre dy bloqeve, por me shpërbërjen e Federatës Jugoslave vitet 90-ta dihet se si është sjell perëndimi me Serbinë. Dy herë ka bombarduar edhe në rastin e Bosnës edhe në rastin e Kosovës. Por konflikti mes Federatës Ruse, lufta mes Federatës Ruse dhe Ukrainës i rikthej një rol Serbisë, por një rol të kufizuar me qëllim që i njëjti të kryej disa punë dhe këto ishin si furnizimi me municion i armatës ukrainase, si dhe nevojitej një lloj zbrapsje e Serbisë për të mos shku drejt për drejti në relacione me Federatën Ruse, ku perëndimi me çdo kusht donte që mos t'i kryej detyrat e presidentit Putin, i cili gjendej në një pozicion jo të mirë, ndonjë nga vendet e cilat gjendet gjeografikisht në Evropë, për shkak se Serbia ka mund që të rikthej konfliktet e viteve 90-ta në rajonin e Ballkanit me kërkesë të Moskës zyrtare. Andaj me fillimin e negociatave mes Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku po bëhet përpjekje e vazhdueshme për të përmbyll konfliktin atje, mendoj që do të zvogëlohet pothuajse do të humb roli specifik që u krijoi Serbisë në vitet e fundit, e rrjedhimisht do të fillojë edhe disiplinimi i saj në relacion me vendet përreth, ku Serbia ko pas kohe po tregohet se ka fuqi për të eksportuar dhunë për të kufeve të vet. Andaj besoj që sapo të arrihet në marrëveshje atje, mendoj që perëndimi do ta rikthej në kallëpët e vjetra, apo thënë në kallëpët e viteve 90-ta, sjelljen e saj me Serbinë. Profesor, unë plotësisht pajtohem pjesërisht me çështje të këtilla, por është një favor tjetër sepse te që argumentojmë dhe kundërshtojmë në aspektin politik dhe diplomatik, do të shohim që në Serbi, Kina, BE, Turqia dhe SBA janë investitorët më të mëdhenj në Serbi. Edhe Gjermania, sigurisht. Gjermania, patjetër, kur themi Europa, nuk kupton ato së bashku, me thonë, po të shihni në vende tjera nuk është një investim i tillë. Dhe nga ana tjetër, unë nuk kuptoj kur Bashkimi Evropian ja falën krimet në një apo formë tjetër, sepse krimet më të larta që ka bërë Serbia, apo mund ta quajmë shteti i cili ka metastazën kriminale duke filluar nga Rusia dhe po vazhdon të bëj krime paqeje, nuk ka asnjë kundërshtim, për arsye se figura e tij është figurë luftarake. Këto nuk e kemi paditë as ne shqiptarët, për arsye se ka bërë krime edhe në Kosovë, edhe në Bosnjë e Hercegovinë.